Dhe jemi kthy prap në studio e thash që do ta vazhdojmë emisionin me një energji pak më ndryshe, jo me mjek, jo me të ftuar të cilët flasin për edukimin shëndetësor, por me ata që prapa krejt lajmeve, mrapa çdo informacioni, mrapa çdo shkrimi, mrapa çdo të ftuarit tim në studio, qëndron një ekip e cila e bën punën më të madhe të mundshme 24 orë në 7 ditë. Ata përveç që bëjnë një punë të madhe, kanë një punë me përgjegjësi të lartë në përgjedhjen e burimeve që marrin, në përgjedhjen e informacioneve që ndajnë, të jenë vigjilent në çdo datë rëndësishme të kalendarit shëndetësor, të jenë vigjilent në atë se çka është duke u kërkuar më shumë nga audienca, çdo herë të gatshëm dhe çdo herë fleksibil në punën e tyre që bëjnë. Unë këtu para jush nuk do të isha po kaq e suksesshme me emisionin Familja Jon, po mos të ishin ekipa, gazetarët, montazherët, kameramanët, regjia, ata të cilët kujdesen për rrjetet sociale që është domosdoshmëria e informacionit të shpejt në ditët e sotme, një ekip e madhe që Familja Jon e kanë bërë një familje të madhe, një familje të besueshme, një familje serioze, një familje referuese. Persona të shumët kanë funksionuar dhe kanë kontribuar ndër vite në këto, në mbrapa vetes se kam një pemë, një trunk të Familja Jon, që nga 2019 kur ka filluar si portal e deri më sot, emra të shumë të cilët do t'i prezantojmë gjatë bisedës së ardhshme, sepse tani në këto momente unë do të ftoj 3 prej gazetareve të cilët bëjnë një punë të mrekullueshme. Ata të cilët edhe mu para jush më qesin më mirë se sa unë përgatitem, sepse ata kujdesen që të më tregojnë çka është aktuale, që të ftojnë mysafirët tanë, që t'jenë në hap me çdo kërkesë tuaj, në përgjigjen në çdo pyetje tuaj në rrjetet sociale, në çdo email që ju dërgoni. Ata janë aty çdo herë për juve. Shëndrit Lumi, Albina Selmanaj, Krenare Hoti, cilët i ftoj në studio të vinë me bashkangjiten. Përshëndetje, Albina, mirë se erdhe, shumë kënaqësi me të pa studio, Krenare, mirë se erdhe, shumë kënaqësi me të pa studio. Shumë faleminderit. Urime, e na shkoft në balë, mirë se gjitha. Shumë faleminderit, edhe paske po më pëlqen përzgjedhja e luleve Shëndrit në ditëlindjen e Familja Jon. Edhe ti po duket shumë bukur për ndryshe. Si është puna juaj, mirë, e bukur, serioze, me përgjegjësi të lartë. Faleminderit shumë që jeni sot me mua. Faleminderit. Shëndriti u mësu para kamerave, nuk e ka shumë problem. Albina me Krenaren është paraqitje pothuajse ndër të parat televizive. Janë shumë të mira në mbledhjen e informacioneve dhe në plasimin e tyre, por përtojnë me dalë shumë kamera. Por ja që sot s'ma kanë prish qefin, kështu që qika faleminderit shumë. Të dyja, 2 prej gazetareve të cilat punojnë kaq kohë të gjatë për Familja Jon, master të gazetarisë, studime të cilat janë duke i vazhduar dhe me tutjo. Krenari dhe Hoti po ashtu është duke bërë edhe doktoraturë në universitet nëse nuk gaboj, në Maqedoni. Do me thonë profesionalisht on top të përgatitura, ndërgjegjen... Mos tani për profesionin tanë, Gjona... Jo, përshëndritin s'kena me fort. Përshëndritin s'kena me fort. Një anë CV-at mi këtë regu, na shka në emisionin. Okej, nëse e lojmë CV-at anësh, po e përjashtojnë këtë rast Albinën, Krenarja dhe Shëndrit janë single. Albina jo. Që që mundin e me nashkru. Për mes familjes, kësaj pëmës, na mundësot me kryo dhe na një pëmë. Imagina me ju dalë kismetin nga kjo emision. Me na dalë edhe neve na e pëmë qështu. Na i pëmë familjare. Jo, të kthehemi punës. Albina, me gjithse me shumë respekt ndaj meje ka pranu me ardhë, po më tha sa ma pak vetëm. Albina, si është të punosh për Familja Jon? E di që është ndryshe prej krejt mediumeve tjera, larg skandaleve, larg çdo gjë që mundet me u bë viral potencialisht. Atëherë, fillimisht unë po e shfrytëzoj rastin që me ta uru gjatë vjetorin e themelimit edhe krijimit të portalit Familja Jon. Gjithsesi, duna me përmend që është një kënaqësi e veçantë me qenë pjesë e një ekipi, e po ashtu edhe një platforme që ka për fokus shëndetësinë. Kjo gjithmonë duke pas parasysh se sa i rëndësishëm është shëndetësia si sektor. Padyshim që është përgjegjësi e madhe me qenë një gazetare që ka për përgjegjësi mbulumin e shëndetësisë, edhe për këtë arsye na munduam që çdo ditë si portal, si familje me plasu informacione sa më të sakta. E këto gjithmonë e bëjmë duke referuar edhe duke marrë ndihmë prej profesionistave tanë të shëndetësisë, cilët janë gjithmonë të gatshëm dhe janë gjithmonë aty për lexuesit e
familja jonë. Pa dyshim që gjatë këtij rrugtimi kena pas të mira, por po ashtu kem pas edhe sfida. Mirë po në përgjithësi jam shumë e kënaqur që kam mujt me jap kontributin tam si gazetare e shëndetësisë në ndërgjegjësimin e lexuesve, qoftë për shëndetin fizik apo edhe atë mendor, edhe me kontribu sa më shumë përmes projektit siç është familja jonë. Dhe po bën një punë të mrekullueshme sepse ke kap pikërisht bërthamen asaj që ka kërkohet në ekipin e familja jonë. Krenarja së fundmi është bashkangjitur në ekipin tonë, nuk e di u bën një vjet apo krenare? Pak më shumë se një vjet. Pak më shumë se një vjet. Është shumë kënaqësi, përveç pjesës akademike edhe karrierës profesionale tjetër, unë ndjehem shumë e përmbushur që jam pjesë e portalit edhe misionit familja jonë, sepse çdo ditë më duket sikur e kam një forcë përmes cilës çdo ditë mund t'i ndihmoj njerëz cilët kanë nevojë për trajtime në fushat ndryshme, duke i ofruar ata me mjek të cilët ju duhen, po edhe duke i informuar për shëndetin dhe mirëqenien sociale në përgjithësi. Unë e di që Shëndriti është bërë vite shumë që është pjesë e familja jonë. Atë ka mungu familja jonë. Hajde, kthehu. Po të bëj fest të hapur. Të edhe që unë nuk menona dy herë kështë që Jo, mirë jemi. Okej. Me folë për familjen, sigurisht nuk mjafton vetëm ky epizod, por ne jemi qaq modest, sa që njëherë në vetë ndoshta i përkushtohemi asaj që duhet publiku me ditë kush qëndron brapa familjes. Jemi me të vërtet shumë të lumtur që kemi kalu përtej kufive, nuk është vetëm Kosova që lexon për shëndetësi edhe gjana të tjera që familja jonë i servon të audienca e jashtme. Kemi lexues të portalit edhe nga diaspora, kemi nga Amerika, kemi nga vende shumë të lakta që nuk i kemi imagjinuar. Jemi bërë dritare e informimit në çdo kohë për çdo situatë të mundshme, qoftë shëndetësore, qoftë deri te recetat. Domethënë e përfshim komplet trungun e familjes. Portali familja jonë ju ka shërby gjithmonë të gjithë familjeve shqiptare dhe jo vetëm që t'i gjejnë të gjitha informacionet në kohë reale, në kohë të duhur, dhe ato nga më të thjeshta deri te ato më komplekset. Jemi mundu me sjell intervista nga elita profesionale mjekëve tanë, edhe po jemi shumë të lumtur që po e bëjmë për popullin ton, i cili mbase çdo ditë që e kalon mëson diçka prej portalit familja jonë. Nuk është e mundur me hymë me lexu një artikull pa kalu në artikullin tjetër, sepse janë shumë të atashume njëna me tjetrën, edhe jemi shumë të lumtur që po e bëjmë këta. Po, Albina tash edhe si në aspektin edhe si lexues, a mendon që përmbushet kërkesat e krejt atyre lexuesve që ju shkruajnë çdo ditë juve? Unë e di që ti edhe krenarja sidomos jeni çdo herë të gatshme me kthy mesazh krejt njerëzve që na shkruajnë, kërkojnë faljen ndës dhe dikujt i vonojmë një mesazh, por mundohemi gjithve në kohë reale me u kthy përgjigje, qoftë për numrat e doktorëve, qoftë për çka do që kërkojnë. A mendon që i plotson kërkesat në vedisim dhe edukim, po flasim? Duke pas parasysh që shëndetësia është një fushë e gjanë, që brenda vetes ka edhe mini fushat e tjera, është pak e vështirë me i mbrit të gjitha, mirë po si gazetar tentojmë që gjithmonë me jap përgjigje lexuesve tanë, kjo gjithmonë duke referuar në profesionistët tanë të shëndetësisë. Dhe ata janë të gatshëm? Gjithmonë. A është e lehtë në çastet ta? Shpeshher është e lehtë, shpeshher që po, mendoj që janë bashkëpunues më të mirë tonë, edhe pa ta se besoj që kishim mujt me qenë këtu ku jemi. Po, krenare, me që e ki edhe vitin e parë të gazetarisë, edhe është një fushë të cilën ndoshta nuk e ke mendu gjatë kohës së studimeve që do ta përcjellësh, siç është shëndetësia. Sa mendon që është sfiduese me punën e edukim të qytetarëve, marr parasysh që abuzimet ndodhin pikërisht në rrjetet sociale, se shohim, lexojmë çdo gjë, e ju si ekip jeni domethënë shumë të kujdesshëm që burimi të jetë vetëm i licencuar dhe as pak një përkthim ad hoc. Është shumë sfiduese në fakt, se duhet me pas parasysh që ta ruajmë edhe identitetin, t'i mbrojmë dhënat personale ku ka, sidomos në ditët e sotme që ka shumë lajme, shumë specifike.
përmes cilave ne i kushtojmë shumë rëndësi gjitha detajeve dhe mundohemi që të jemi sa më transparent, por duke marrë ato nga burime sa më të besueshme dhe sa më të sakta. Çdo herë duke provu që të transmetojmë lajmet e fundit që lidhen qoftë me shëndetësi, por edhe mirëqenie sociale në përgjithësi në kohë reale tek lexuesit tonë. Është drejt me që ti më prezent në rrjetet sociale edhe personalisht kështu. A mendon që po i plotësojmë apo ka diçka që kishte propozuar që stafi dhe familja jonë me ndryshu në rrjetet? Patjetër, na nuk kemi thjesht orar, diskutojmë çdo ditë çka me bë më mirë për portalin e për ndjekësit tonë, sepse ju detyrohemi audiencës që na ndjek, po çka dështa me shtu, e përmendë edhe Sara në fillim që është një pjesë e madhe edhe që na shkruajnë. Ne aty e kemi përgjegjësinë shumë më të madhe mbasi sepse neve njerëzit na besojnë si një adresë referuese për mjekët profesionistët shëndetësor për sëmundjet e tyre dhe jo vetëm për sëmundjet, por edhe për referenca të tjera në praktika sociale, të qoftë edhe për dhunat në familje, kemi pas raste që na kanë shënu. Misioni i familjes gjithmonë ka qenë që me qenë dera parë ku ata trokasin për me zgjidh një hall edhe përmes shërbimit tonë. Ka shumë prej atyre edhe që na shkruajnë një mjek për na duhet për këtë problem, edhe ne i kemi letërnjoftimet tona në platformë që më vonë do të flasim edhe për to, por është ideja që nga familja jonë janë promovu edhe shumë profesionistë shëndetësor që sot gëzojnë, le të themi, njohjen nga publiku, njihen nga publiku për shërbimet e tyre profesionale, dhe neve kjo na vjen mirë që ndoshta edhe ato fytyra profesionale, mjekësore, ku kanë qenë të strukura në përvendet të Kosovës, ne i kemi vënë pa, edhe sot gëzojnë njohje nga publiku dhe publiku ka mundësinë që me marrë shërbimet e tyre. Kështu që po më vjen shumë mirë që në familja jonë edhe mjekët, edhe punëtorët social, edhe ata të shëndetit mendor, po ashtu e shohin si adresë promovuese profesionin e tyre. Ne e dim sa shumë ka bërë familja për shëndetin mendor, për vëdësimin edhe fushatat, kampanjat për sëmundje të ndryshme, sepse kampanjat neve nuk na ikin asnjëherë, gjithmonë i fokusohemi në çdo ditë botërore të shënuar nacionale, ne flasim, shkruajmë artikuj për sëmundjet gjetse dhe kemi nderin që çdo qytetar përmes atyre artikujve të mësoj për sëmundjen, por edhe të mësoj adresën ku të shkoj për ta shëruar, ose për ta trajtuar, ose për ta mirëmbajtur, sepse ka edhe sëmundje që janë të pashërueshme fatkeqësisht, por kërkojnë një mirëmbajtje. Mos harrojmë me theksu, po hin rolin e juaj tash pak, mos harrojmë me theksu që familja jonë që nga themelimi deri më tani edhe sa do që të ekzistojë, misione ka pasur gjithmonë vetësimin, edukimin dhe parandalimin. Kjo, unë mendoj që nga gjitha mesazhet që marrin, qoftë nga profesionistët shëndetësor, qoftë nga qytetarët, që të paktën në parandalim kemi kontribuar shumë. Marrim shembull, nëse krejt mediat punojnë gjatë tetorit për kampanjat vetëdijsuese rreth kancerit të gjirit dhe ndoshta 5 fishohet numri atyre që shkojnë dhe bëjnë check-up dhe mamografi, familja jonë bën një kampanjë në çdo sëmundje, në çdo datë, në çdo ditë, në çdo muaj, për neve nuk ka një datë të caktuar të punojmë sot për shëndetin mendor. Ne çdo ditë kontribuojmë në këtë dhe unë jam shumë krenare që roli i psikologut është ngrit, që rëndësia e marrjes së terapive psikologjike, shëndeti mendor janë në nivel shumë më të lartë, nuk është turp, nuk është më tabu dhe jo vetëm kjo, kemi kontribuar edhe vazhdojmë të bindemi çdo ditë më shumë që kapet e analizave të ndryshme që shpesh me bashkëpunimet tona i kemi ofruar gratis ose me zbritje, ka ndihmuar shumë qytetarë që nga një bisede jona në studio na kanë shkruar që fal juve e diagnostikova këtë problem. Kjo mu mban me flajt shlirë, po besoj që edhe juve. Edhe çka është më e mira për të mos ta zgjatur, të gjithë klientët, le të themi pacientët që kanë shkuar nëpër klinika private përmes familja jonë gjithmonë, klinikat i kanë pas konsiderat me zbritje. Edhe i kanë ofruar zbritje apo edhe shërbime totalisht falas. Kështu që kjo është një e mirë e jona edhe një bashkëpunim ndër institucional, sepse unë e shoh familjen një institucion, por çka më pëlqeu shumë që edhe publiku do të ketë mundësinë pakës më vonë ndoshta me pa,
është Diola Dosti, e kishte thënë një fjalë në videon që na ka dërguar për 6 vjetor. Kishte thënë në fillimet e mia të karrierës, nutricioni unë njoh si mjekësi popullore. Faleminderit Saranda që e shtrine nutricionin si fush për kujdesin të ushqyerit. Edhe realisht kjo është një mision i përmbushur që jo vetëm Saranda, po e gjithë institucioni, familja jonë, po e thamë që se po më pëlqen, e ka bo. Kështu që sot edhe nutricioni, edhe gjithë shka tjetër, shëndeti mendor, sot flitet shumë lirshëm për çdo problematikë të mundshme. Unë kam qenë shumë këmbgulse që mos të komercializohemi dhe të qëndrojmë stoik. Asnjëherë familja jonë nuk punon në clickbait, këto duheni me ditë. Asnjëherë. Aja u vështirësoi jetën në këtë pjesë krenare dhe Albin kur i tham, jo tituj bombastik, jo për virale, tituj shumë sinqert. As pak mendoj që është edhe më e lehtë, se në momentin që treguosh profesionale, atëherë profesionit ka me qenë më e lehtë, dhe në momentin që nuk e ki stresin e clickbaitave, mendoj që është shumë më e lehtë me u plotësu domethënë kërkesat lexuesve tonë, edhe po ashtu duna me theksu që suksesi i familjes tonë gjithmonë është bazuar edhe në atë që s'kena pas skandale, gjithmonë e kem pas fokusin në gjërat pozitive të shëndetësisë, ne do kem gjithmonë, ne do kem edhe në ndërgjegjësim të lexuesve apo qytetarëve në Kosovë. Ne besoj që punën e bëjmë me zemër e jo vetëm për klikime, kështu që mundohemi që me u ndihmu njerëzve me mundësitë që i kemi, e që përmes mesazheve dhe falendrimeve që i marrim çdo ditë, na besoj që e kemi përmbush këtë mision. Pjesa më e vështirë me punu me mu? Oke, një të aty? Nuk ka pjesë. Pjesa më e vështirë me punu me Sarën është që ka shëndritin e kepë. Fajtohen qikat, në raste. Jo, përime, na e kena një, në fakt Saranda e ka shtri një standard të punës brenda ekipit që asnjëherë nuk është që kemi ndonjë debat skandaloz të madh dhe me ufi ose me parandalojmë edhe aty. Aty jemi një fushë trajtuese, Sara e bën më së miri këtë tematikë që i trajton problemet, por që i te kalojmë me lehtësi sepse jemi ekip që dëgjojmë edhe mirë kuptojmë njëri tjetrin. Çka deshta edhe një pjesë tjetër me theksuar që kur momentet i kena këto pikpyetjet e titujve ose diçka tjetër, ne nuk jemi portal që thojmë hyni në link për ta parë këtë. Ne dëshirojmë që audiencës t'ja servojmë sa ma lehtë, sa ma përballë informacionin, e jo hyn këtu del aty. Na nuk i bojmë këto, edhe për atë është një sukses i jashtëzakonshëm që sot familja jonë ka 6 vite si portal, pa asnjë skandal, dhe shumë bukur e tha krenarja që ne prioritet i japim gjanave të mira, gjanave të suksesshme, edhe me u tregu se sa profesionist janë profesionistët mjekësor tonë në Kosovë. Nuk keni nevojë me shku jashtë vendit, gjithmonë kemi lobu që trajtimin me bo në për institucionet tona publike dhe ju kemi referu adresave brenda rajonit, brenda Kosovës, që publiku me gjetë sa më afër trajtimin e mundshëm, por jo vetëm me shku jashtë vendit. Familja jonë ja u gjenë adresën brenda Kosovës që ju mos me pas mundësi me shku jashtë. Po, mës të ikën pyetjes, pjesa më e vështirë me punu me Sarandën, se qëndrit i iki pak. Nuk punoj me theksunjo se me përmend. A ko shumë do me thonë? Ko shumë. Okej, po pështetna. Pjesa më e vështirë është që i ki prunë studio, për momentin që jo. Për momentin, pritet alo. Po duke pas parasysh jam pjesë e familjes pothuaj se tash 3 vite, besoj që si ekip na kam bajë gjithmonë bashkë me kuptimin që e kemi në një tjetrin, edhe komunikimi i lehtë me ty gjithmonë ka ndiku që na me vazhdu edhe me jap më të mirën tonë për familje. Krenare? Unë nuk kam diçka të vështirë me komuniku. Jo, fol. Unë mendoj se kemi një komunikim shumë të shëndosh edhe të mirë me njëri tjetrin, ku unë çdo herë ndihem e lirë me u pyet kur do që jam dyshime, ju pës, kërkoj ndihmë, këshilla, sugjerime, po edhe kritika, edhe pse këtë pjesën e kritikave pak qalojmë. Po,
knaq mu mas shumë të është që kuptohemi shumë mirë dhe çdo herë, edhe ndonjëherë kur te kalojmë në diskutime pak ose në argumente, çdo herë e përzim ashtu me funny edhe knaqemi me njëri tjetrin. Njëherë kur kam qenë me krenaren në teren, edhe shkrysha me juve dëve, edhe keni temë kështu për titu i diçka që unë shkrysha dhe krenarja tha, kështu kur po të lexoj po dokesh pak nervoza, kështu kur po të këshyris po dokesh. Jo. Domethënë njëherë në shkrim mundemi me tingëllu, por unë çdo herë e kam prioritet. Kjo është ajo pjesa ku na kena arrit me njoft njëri tjetrin edhe në të shkruar. Kështu që po besoj jena okay se e dina kur është dikush nervoz edhe që shkruan, edhe nuk e ngucim shumë, e lojmë atë vorbullën e vet kështu me te kalu. Me te kalu. Përndryshe unë i lut krejt profesionistët shëndetësor të gjitha fushave. Krenarja, Shëndritja, Albina janë ata të cilët ju shkruajnë natë e ditë për temat të ndryshme, për pyetje të ndryshme. Çdo herë kur e keni mundësinë të ktheni përgjigje, se sa më shumë që ktheni përgjigje, kontributi juaj është më i madh në portal. Edhe krejt në portal që shkruajnë janë isin Saranda edhe problemin. Po nuk, domethënë rrjetet sociale nuk përgjigj na vetëm unë. Kemi rolin e Sarandës. Po prapë se prapë ai screenshoti kur unë se shoh, ma dërgojnë, e shohun prapë. Gjithmonë jam aty me juve, pranë juve, për juve. Po përndryshe Shëndriti isha shku te Trungu, sepse Shëndriti e ka bë Trungun, po kërkesa ka qenë e ime. Jo, fakti Trungun unë e kam vizualizu. Në këtë pemë po du shumë shkurt me falenderu, sepse e them herët që i detyruemi publikut për betimin që kemi bë, për misionin që kemi, e unë i detyruem me i falenderu sidomos këtyne personave, sepse ka dhe shumë persona tjerë, të cilët normalisht, po janë anën tjetër të pemës, që i falenderoj secilin, duke filluar tani nga kamermanet studio, regjia që është atje, e çdo kusht tjetër që sa do pak gisht ka në familja jonë që të jetë sot familja më e madhe. Unë edhe Agnesa Demaj në 2019 e kemi nisur idenë për me realizu emisionin Familja Jonë në një portal si që është Familja Jonë, një ide e cila ka qenë veçnajer. E kemi ditë çka po dojmë, po jo qysh po dojmë. Ka qenë Mubarek Havolli, Liridan Batjari, Granit Mamaj dhe Gaçe, sepse kështu e ka nickname-in Armendi, të cilët e kanë kuptu idenë tonë, e kanë qitë në letër, e kanë projektu dhe e kanë vizualizu saktësisht çysh është portali Familja Jonë. Këta janë ata të vitit të parë, kur 2019 ka qenë entuziasti më i madh që na po sjellim diçka ndryshe. Starti. Po më duket në atë kohë me njoftu Shëndrit, në atë kohë ka qenë koha kur Shëndrit Lumi vinte në emision dhe shkruan të shkrime në portalin Familja Jonë si një fizioterapeut. Është shumë interesant rrugtimi jam mësar të familja, do më thonë, qysh nga një fizioterapeut. Tekst shkrues, nga një fizioterapeut që shkruan të artikuj për mirëqenjen fizike, le themi të shëndetit fizik. Hajde, kazetar. Atë ka marrë mali për fizioterapi? Po. Po. Nashta najherë duhesh me u rikthy për krejt ata që ty të ndjekin edhe të besojnë. Mo hala më shkryjnë fatmirësisht, më kërkojnë këshilla edhe referenca se ku duhet të shkojnë, por që... Unë të kisha rekomandu shumë Shëndrit me shku në Royal Imaging Center, sepse është një prej bashkëpunimeve tona shumë serioze, ka një staf super profesional, ka pacient shumë të edukuar, kështu që Royal Imaging Center juftoj ta funksoni Shëndrit Lumi. Po jo ta merr një komplet. Okej, po shkojmë me Trungun. Donika Gashi edhe Shpresa Musliu kanë qenë dy prej gazetareve të para që mua dhe Agnesës na kanë kuptu, na kanë skenu çdo ide, çdo kërkesë tonë. Donika dhe Shpresa kanë pas pjesën më të vështirë, sepse unë e Agnesa kemi qenë pak të turbullta në ato që çka donim, veç e dishim që s'dojna skandale, dojna edukim, e Shpresa me Donikën e kanë përkthy shumë mirë. Ato dhe e kanë transmetu për të vazhduar punën e tyre tek Fisnik Dajakaj dhe Altina Marmëllaku. Para se me kalu të këta, desha me shtu që nga dashëmirësia e punës, për shembull Donika ende është në grup. Donika nuk largohet asnjëherë, është pjesë e familjes çdo herë, edhe shpesh herë ja lëshon një sy, okej, mirë është, domethënë ajo atmosfera pozitive dhe energjia e mirë që e ka ndërtu Familja Jonë, hala qëndron edhe hala kjo pemë besoj që veç ka me shkutu. Dorën zemër unë ja truboj shumë merita Donikës edhe Shpresës. Në fakt mu Donika më ka mësua dhe me shkru. Mujna lirisht me e përmend sepse
na shkrujshim, po që shkrujshim, Donika jo kështu, ka qenë edhe një, le të themi, redaktore. Unë shfrytërosen me tregu që, po, e di, kam parasysh. Donika ka qenë një prej kolegeve të mia shumë të dashura dhe në Klan Kosova sa kemi punu bashkë, është një super gazetare, çka do që shkruan ose çka do që prek Donika gjithmonë e shkrin, si themi ne. Shëndrit Lumi, Gent Fondaj, na kanë bashkangjit rrugës në 2020 nëse nuk gaboj. Po, 2020, më duket koha e pandemisë. Kështu profesionalisht është fjala, për të qenë pjesë e familja jonë. Altina me Fisnikun kanë kontribuar në të njëjtën kohë, kur ka qenë edhe Ermira, bashkë me Eriden edhe Blinin, të cilët janë në Amerikë edhe kanë një super biznes të vetën, siç kanë qenë të suksesshëm në familja jonë me rubrikën e tyre, janë dhe të fishuar suksesit e tyre në Amerikë atje ku jetojnë, edhe asnjëherë nuk kam dyshuar sepse Ermira, përveç që ka qenë një arsimtare shumë e dashur me nxënësit e saj në shkollën ku punonte, ka qenë një super non edhe një super shembull i mirë i kreativitetit. Kështu që e përshëndesim nga larg Ermirën, unë shpresoj që kur të jetë në Kosovë janë rrita fëmia, por t'i kemi prapë në studio. Për me lanë qërshin vitorte. O, për mene Ahmedin, se... O, e lanë fund e lanë Ahmedin. Në moment fundit, edhe mu më pëmë. Okej, Ahmedi është montazheri i familja jonë. Çdo gjë që del bukur e profesionalisht, edhe kur ne gabojmë, ai që na mbulon, që na zbukuron, është pikërisht zotëria në fjalë, Ahmed Beqiri, të cilin e kemi pjesë të ekipit dhe do ta kemi shumë gjatë. Oj, ka po qërshia, me momentali janë Albina dhe Krenara që janë shtuar së fundmi, Albina më mati, Krenarja pak më vonë, familja jonë, e fundit, Sugarica, në familja jonë është Albulena Shabani Lazi, nutricionistja jonë e dashur, e cila përveç nutricionit jep një kontribut të pa krahasueshëm në familja jonë. Ju ka dhënë çikave për shkrime, ju çon receta, na tregon për pjesë shumë të rëndësishme të cilat na her pas here nuk mund t'i dim. Domethënë është bë pjesë e pandashme e ekipes tonë, një trunk i vogël, po që unë e du shumë këtë trunk. Kështu që Shëndriti vazhdon me qenë gjithë në mes që ato, për fillimit, gjithmonë, gjithka. Nuk e di, do më thonë që është të shku familja të rritë, mesin ndoshta ka më konkret kjo. Jo, pe bëjmë një park. Pe bëjmë një park, një pëm tjetër, një pëm tjetër. Po, kjo trungu nuk shkundet letë, kështu që mirë i ramë. Unë po besoj që kjo është trungu me bazën ma të fort mundshme, sepse unë e thamë që jemi familja me e madhe në Kosovë. E perfekt. Unë e kësha dorë Shëndrit me ndru ti me Albinën vendet. Unë për ishtë të ku jam, mu pëlqen që kjo vendi. Arsyeja pse e kom thirë Albinën në këtë pjesë të ledit, është sepse po du për shikuesit tanë me nda një pjesë shumë të rëndësishme të rubrikave të familja jonë. Mos harroni, me hy në portalin familja jonë. www.familjajon.com, do më thoni këshyra e-maili ku ka portali familja jonë. Faleminderit shumë Shëndrit. E lutë shumë Benartin me na vendos një videon e parë që është e Albinës, e që Albina ka me na tregu një prej rubrikave të saj mas simpatike. Unë jam shumë krenare për punën që bën në këtë rubrikë, sepse e falë punës që bën çdo herë. Ke sjell aq shumë intervista, aq shumë mjek, aq shumë të dhëna, të cilat njerëz të shumë na kanë shkruar çdo herë në portal për me na kërku emra, numra të këtyre mjekëve. Atëherë, rubrika intervista, më i me thonë që është një ndër intervistat më të pasura, nga rubrikat më të pasura me informacione mbi shëndetin, edhe po ashtu është edhe një nga më të rëndësishmet, kjo për shkak se brenda vetës si rubrik nuk përmban vetëm intervista prej profesionistëve shëndetësor, por përmban domethënë edhe intervista me përfaqësuesit të institucioneve, edhe po ashtu përmban edhe rrëfime prej vetë pacientave edhe lexuesve të familjes sonë. Në përgjithësi, domethënë duke pas parasysh që ka shumë informacione mbi shëndetësinë, munduemi që ato informacione që i plasojmë të qenë me një gjuhë sa më thjeshtë, kjo të pas parasysh që shëndetësia në përgjithësi ka një gjuhë pak më të rëndë dhe më të rëndë me u kuptu nga lexuesit. Përveç kësaj është kënaqësi e veçantë gjithmonë me pas punë me profesionistë shëndetësorë, të cilët janë gjithmonë të gatshëm me u përgjigj edhe me mbush me një farë mënyre rubrikën e intervistave në familje. A tu ka mbush telefoni me kontakte të mjekëve? Besoj që stash me një telefon ma shumë kam mjekë se sa këtë diçka tjetër. Po janë bashkëpunuese, unë e di përmes emisionit, unë i falenderoj çdo herë që janë gjithmonë bashkëpunuese të gatshëm për me kthy sepse ju merr goxha kohë pjesa e kthimit të përgjigjeve në të shkruar.
Në përgjithësi, profesionistat tonë shëndetësor, mjek të çfarë do lloj fushë qofshin ata, japin përgjigje pozitive. Tjetër është ajo se ndonjëherë ata mundën me qenë në zonë me profesionin e tyne, edhe i mirë kuptojmë mirë, po në përgjithësi gjithmonë kemi përgjigje pozitive, edhe prandaj edhe ka intervista për plot në rubrikë. Tash të bëhemi të sinqert, po duhet nda, cili është mjeku ose personazh më i përshtatshëm që të ka kthy përgjigje gjithmonë kohë reale më njëherë, që ti e kishe falendëruar publikisht për këtë këtyre bashkëpunëtorëve që i kemi? Ndoshta që kemi bashkëpunim për një kohë gjatë, Ilir Kurtishi është njëri nga onkologët me të cilët kemi bashkëpunim të jashtëzakonshëm, edhe nuk heziton asnjëherë me mi kthy përgjigjet për çfarë do teme që e pyesin që i takon gjithmonë fushës tij. Doktor Ilir Kurtishin e falenderojnë sepse ai ka ndikuar në një mas të madhe në edukimin e pacientëve, edhe në parandalim, por edhe në diagnostikim të hershëm të sëmundjeve malinje. Faleminderit shumë Albina, se s'kemi shtu kur gjatë pjesa e intervistave, kisha ndru vendin tënd me krenare, edhe krenarja që është dediku kështu maksimalisht saj ditë, është veshë dhe gjelbërt, harova mi tha që të tretë pëdokni shumë bukur. Gjithashtu. Bukur edhe unë edhe po më shkruan bukur. Krenare me që i ka... A dhe ty po të shkruan bukura? Po na me që jemi dë bukur. Familje bukur, kështu. Kemi bashkëpunime edhe me njerëz të bukur, me kompani të bukura. Përshëndesim për ndryshe Blerina, Blerina është fantastike. Po. Krenare, e që ka nxjerrë slajdet krenarja gjelbërt, Kjo në fakt është Albinës dhe pak. Okej. Mund të me vazhdu me slajdin tjetër. Me slajdin tjetër, Benart, nëse mundemi me vazhdu. Ndërkohë, deri të ndrohet, vjen teksohet se portali jonë ka shumë rubrikat ndryshme, duke fillu prej asaj kryesore dhe primare cilën e kemi shëndetin, në të cilën i përfshim moshat ndryshme, të bëthon nuk fokusohemi vetëm tek të moshuarit ose të rinjët, por kemi që nga fëmijët, të rinjët, të moshuarit, por edhe duke i specifikuar ata femra dhe meshkuj. Sidoqoftë, dy rubrikat cilat i kam përzgjedhur sot me i prezentu janë dy të preferuarat mia për shkak të qëllimit edhe asaj se çka ofrohet, asaj se çka lexuesit mund të gjejnë në këto dy rubrika. Të parën, si që po shihet, e kemi pjesën e letër njoftimeve, ku besoj që jemi prej portaleve të vetëm, cilët e ofrojmë këtë rubrikë dhe mundohemi që çdo herë të jemi afër lexuesve, por edhe shikuesve të emisionit, ku çdo herë që kanë një nevojë për një mjek specifik, qoftë të shëndetit fizik, por edhe ata mendor, ata mund të hyjnë në këtë rubrikë dhe mund t'i gjejnë ata. Këto janë informacionet e hollësishme për secilin prej... Për secilin prej mjekëve të cilët gjenden në këtë rubrikë janë informacionet të hollësishme, duke filluar nga numri i tyre i telefonit, emaila e tyre, vendit ku punojnë, trajtimeve specifike dhe sëmundjeve specifike me të cilën ata merren, si dhe orarin kur punojnë. Vlen theksohet se për shembull nëse një mjek punon në QKUK paradite, është e theksuar se paradite mund të gjendet në QKUK, kurse pas dite mund të gjendet në ordinancën private nga kjo orë deri në këtë orë. Sa për sqarim për shikuesit, kur të hyni te portali, tek pjesa e rubrikave lart, është një rubrikë që shkruan letër njoftimet. Kur klikoni te letër njoftimet, mund t'i gjeni të gjitha letër njoftimet. Pastaj tek secili doktor shkruan më shumë, kur klikoni tek më shumë, ato mund t'i merrni numrin e telefonit, adresën e punës ose çka do tjetër. Në ndërkohë mundeni me na propozu edhe vetë mjek me na shkru që me ushtu, sepse sa më shumë që shtohet, pasurohet edhe rubrika letër njoftimeve, që me shumë krenari e tham që jemi vetëmi portal që e kemi dhe që ka kry punë shumë personave. Edhe ka një fotografi që shdoken, që mi njoftë. Po, që shdoken. Mund me i dërgu fotografitë e reja. I kemi bo update, së fundi A i keni bo update? Po, pa tjetër. Edhe dhënat personale, i kemi kontaktu se cilin prej mjekve, edhe i kemi vendosë. Bravo, sinqerisht, jam shumë falenderuese për punën që ju bojmë thirrje publike edhe mjekve tjerë, me na shkruani, jemi gjithmonë gatshëm, me i vendosë mjekt e tjerë cilët mungojnë këto. Po përveç kësaj vlen theksohet se ne marrim çdo ditë mesazhe ku na kërkojnë mjek të cilët gjenden edhe në emision, ku ne ose ja u dërgojmë linkun e letër njoftimit, po edhe direkt kur kanë për shpejt informata që ju nevojitën. Në ndërkohë krenarja është fokusuar edhe te një rubrikë tjetër që me shumë kënaqësi e bën çdo ditë. Shumë speciale, që është pak më ndryshe se të tjerat, por me një qëllim gjithashtu edhe pak më ndryshe, është pjesa e histori motivuese. Në atë pjesë, ne përveç që fokusohemi me shpërnda historit cilat i motivojnë njerëz çdo ditë për jetën e tyre, ne shpërndajmë edhe ngjarje apo veprime bujare cilat i bëjnë mjekët tonë. Këtu e patëm mundë me pa doktor Fisniku, i cili me ordinancën e tij po jep
shërbime falas për njësit intervenuese speciale, ku gjitha ta mund të shkojnë të kryen shërbimet stomatologjike. Kemi edhe shumë historitë të tjera cilat janë suksese të mjekëve tanë, qoftë në publikime të revista shkencore, qoftë në operacione, si në vendin tonë, por edhe jashtë vendit. Po, një prej rubrikave tua të dashura, të ftoj krenaret e Ullush, mos harroni që ka dhe shumë rubrika tjera tek familja jonë, jeni të lirë të na shkruani edhe të na propozoni edhe rubrika tjera të cilat mendoni që kemi nevojë me i shtu për juve të dashur miq, para se të ndohem nga kjo pjesë, e di që Albina me gjithë përpret. është hera e parë dhe vetëm jam duke se Albina gjithmonë ka thonë krit punë t'i kry, 24 orë punoj, por mbrapa kamerave. Dhe është hera e parë që e thash disa herë që ka pranu me ardhe, unë e vlerësoj tema se Albina. Punën tone që bën në përgjithësi dhe je një shembull se si duhet mbulohet kjo pjesa, sidomos pjesa e intervistave që e bën shumë mirë, por edhe respekti që ke tregu sot, e ke thyj akullin, ta themi, të një sfide që ti s'ke dashur asnjëherë me bë, që krenaren unë po ja bëj kështu publikisht ftesën, sepse është në përfundim të studimeve, është entuziaste ende e profesionit të saj në gazetari, të ftoj ti jesh edhe pjesë e emisionit, jo vetëm e portalit. Jemi bashkë edhe në emision. E bukur po, ere po. Faleminderit. Pse mos me qenë pjesë këtu, apo Shëndrin? Është kënaqësi me qenë pjesë me emisionit. Do të kemi shumë shpejt një rubrikë të ri me krenaren. Vetëm qëllime sakta dhe të besueshme. Po. E ai që është që nguc më shumë të Shëndriti. Nuk na lën rahat kur. Mas pare, deshta unë me të falenderu ty personalisht, Sara, për këtë kontributin që ti e jep të na. Të se cili prej nesh, unë po flasë për veti, tani këto letëfoli. Që shëndet pajto nëse jo. Nisma jam e gazetaris, pasioni jam bi gazetarin, ma keni pa vetëm jo. Edhe më keni marrë, më keni rritë si gazetar, më keni formësu, edhe sot unë jam një gazetar, ndoshta le të themi i pavarur nga familja, kam një emision tem, edhe të jam shumë falenderues për jetë, sepse me të vërtet je një prej personave që shumë rrallë mundet me taku dikush, që kush do që të ka në shoqëri do të me qenë shumë i bekum nga Zoti, që ka në prani Saranda Bujuk Piramen, sepse e di sa jep për të tjerët dhe inshallah mundohemi me ta kthy në të njëjtën, të paktën një 10% sa ti bën për neve. Veç po e ktheni duke punuar në institucionin. Po, veç ti po na pagun. A din kjo është punë. Na marrim rokë. Okej, po meritoni ma shumë, pra. Po. A po? Meritojnë ma shumë. Okej, tash po du me ikë për rogave. Jo, është shumë kënaqësi me punu. Unë si punë primare kur nuk e kam menduar që kam e pas gazetarin, po që tash jam shumë e kënaqur edhe shumë e përmbushur, po jo vetëm pse jam gazetari, po pse punoj me juve, edhe nuk kisha zgjedhur me punu në asnjë portal tjetër përveç me ty në këtë rast edhe me ekipën që ti e ke zgjedhë dhe e ke rrit, që shpo më rrit tash mua, edhe si një qik tanën, jo vetë si punëtore, gazetare. Gjithmonë këtë rale kam pas nanës. Pardon, nga me shpëdzu rastin me të falenderu që e ke hapë një derë për neve si ekip, edhe që je gjithmonë aty jo vetëm për çështjet punës, po edhe për çështje private je e para që mundem me të kontaktu, edhe mundohesh me jap këshillat më të mira për neve. Shumë kënaqësi me ju pas pjesë të ekipit. Domethënë nuk je shef. Nuk jo, asnjëherë se kam thënë. Je shoqe, edhe çështnisht punoj me. Unë përshtatam na në familja jonë, unë kur nuk kam thonë unë në familja jonë, edhe kur nuk do të tham, sepse unë pa juve s'isha dalë, kështu që na në familja jonë kemi pru familja jonë. A din pse i thojmë këto fjalë, i themi shumë pa modesti, Sara, sepse kushdo që të një e din që çdo fjalë nuk është kjo klishe, po janë gjithçka fjalë të vërteta dhe që burojnë nga zemra me të vërtetë. Kështu që na shkoft sa më mbar vitet në VM dhe urojmë që kjo familje të bëhet familje internacionale. Shpresojmë, unë falenderoj shumë të mos harroni bëni subscribe, like faqet tona se çdo tash kam e pa në YouTube, në krejt platforma sociale, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, bëni subscribe, hyni edhe lëshoni zilën se ju vjen njoftimi për çdo klip të ri. Po, por nuk do të ndohem me kaq, sepse Shëndriti ka përgatitur një material ku
Si çdo herë. Unë jo çdo herë jam po kaq serioze. Prej që e kom lënë vetë pak ma mirë është, se kur na kanë bashkë kanë shumë sfidë me xhiru, xhirimet na kanë shkuar ndoshta një orë gjysmë më tepër se sa. Nëse doni me i po, i keni në Instagram edhe në TikTok, gabimet e mia dhe Shëndritit, gabimet. S'di pse pishuj gabimet. Janë momente spontane që kanë ndodhur gjatë xhirimeve që ju si keni po kurrë. E që kemi qitë, kemi vendosur me qenë dorë shlirë dhe hajt keshni pak. Po, keshni edhe pak ma pak kam këtë herë po m'duket. A, inshallah s'kem bledh shumë. Po, ai postojmë edhe të vjetrat, kur im kanë dhona. Apo ki qefa? Hajt, po që çka dush është pjesa jote. Do ta ndjekim një material që Shëndriti ka përgatitur me disa prej momenteve që janë spontane, të natyrshme, po që nga modestia vendosim mos t'i transmetojmë. Në rrjetet sociale i qesim, kështu? Qesim, po ju në emision, jemi pak ma serios. Faleminderit shumë Grenora, Albina, Shëndrit që ishit sot pjesë e familja jonë. Shpresoj që ju kem gjatë me shëndet mas pari që të kontribojmë bashkë në këtë familje. Amen. Faleminderit shumë. Mas pari faleminderit shumë për kohën, se shumë pas ka marrë malli, së më përqona të Apo rrin edhe në pjesën me Lenë Shëndrit? Apo rrin? Po rri. Okej, rri. Tash për pak do të shkojmë pastore që do ta ndjekim, do të shkojmë tek nutricionistja, dietologja, kolegja, shoqja jonë Albulena Shabani Lazi.